Përshëndetje të nderuar shikues, jemi drejt për drejti në valët e stacionit televiziv Star Plus dhe në Facebookun e zotit Agustin Cjenmarini, ku do të transmetojmë nga stadiumi Beslidhja i qytetit të Lezhës ndeshjen e javës së tretë të kampionatit të kategorisë së dytë të grupit A, ndërmjet skuadrës së Beslidhjes dhe skuadrës së Erzenit të Shjakut. Ndërkohë që skuadrat kanë parakaluar përballë njëra tjetrës dhe të dy kapitenët e skuadrave janë në qendrën e fushës përballë treshës gjyqtare dhe po përcaktojnë shortin e zgjedhjes së fushës. Ndërkohë që ju njohim me formacionet e skuadrave përkatëse, është skuadra vendase Beslidhja që do të luajë me këtë formacion. Myrta në port, Myrta, pastaj në mbrojtje Marku Temja, në mesin e fushës Alan Sander, Karakaçi, Ramili, Hila Mehmeti, Gurbanov, Kruja dhe në qendër të sulmit Akan Sase. Trajner i skuadrës Beslidhjes është Elvis Flori, ndërsa skuadra mike e Erzenit të Shjakut do të luajë me këtë formacione. Në port, ndërkohë që skuadra e Beslidhjes do të mbrojë portën nga ana veriore e stadiumit, ndërsa skuadra mike e Erzenit do të luajë në anën ka portën në anën perëndimore të stadiumit Beslidhja. Skuadra vendase Beslidhja luan me uniformën tradicionale të saj, me geta dhe mbathje të kuqe dhe fanela verdh e kuq me numra të kuq, ndërsa skuadra e Erzenit Shjakut luan e gjitha me ngjyrë të bardhë dhe numrat me ngjyrë blu. Pritet nga momenti në moment fillimi i këtij takimi. E ndërkohë që prezantojmë edhe formacionet e skuadrës së Erzenit Shjakut, luan me këtë 11-sh, në port është Malion, pastaj vin me radhë Përgjoni, Benedikt, Barros, Mema, Madrid, Duraku, Vukaj, Divenfaur, Jeta dhe Kaceli. Duhet theksuar se disa lojtarë të skuadrës së Erzenit kanë qenë në fazën e parë dhe kanë luajtur për ngjyrat e Beslidhjes dhe në merkaton e dimrit janë spostuar dhe kanë shkuar aksion i shpejt i skuadrës së Beslidhjes, por ka një flamur të ngritur lart dhe opozicion jashtë loje, është aty Akan Sase i zënë në pozicion jashtë loje, pra skuadra vendase Beslidhja e fillon me aksion të shpejt lojen, çka do të thotë se kërkon që ta zhbllokojë sa më shpejt jetë e mundur rezultatin e kësaj ndeshje. Kjo ndeshje është mjaft e rëndësishme, do të thoja, për skuadrën vendase të Beslidhjes, e cila kryeson këtë kampionat me 3 pikë diferencë, edhe në vend të dytë është skuadra e Librazhdit Sopoti me 3 pikë diferencë dhe pasaj skuadra e Shirokës. Ndërkohë që vazhdon një aksion i miqve, e prezantojmë trajner i skuadrës mike është Alert Alzani, ish lojtari dal nga Akademia e Beslidhjes dhe një lojtar i njohur i ligave profesioniste shqiptare. Alan Sander ka lëshuar një top të gjatë për Akan Sase, e ka marrë zotrim, e ka pasuar djatha, skruja, gjithë një kruja, e ka në zotrim topin, në krahun e djathë, ka përballë Vukajn, kruja, manovër, një krosim i Hilës, ka ndërhyrë aty me mjaft siguri, mbrojtësi i skuadrës Erzenit Shjakut, do të thoja Lezhjani Përgjoni, Gjergj Përgjoni, pasi luan e vllai i tij me skuadrën e Teutës. Pra kemi 2 Përgjona që luajnë në kampionatet shqiptare. Ramili ka kthyer një top prapa për tek portieri i skuadrës Beslidhjes Myrta. Kruja ka pasuar shkurtazi për tek një koleg
i tij në krahun e djathtë ka harkuar Akansase. Ka humbur një rast mjaft të pastër brenda zonës. Ishte një harkim i topit nga djathta e sulmit të skuadrës Beslidhës. Aty ishte numri 33 Gurbanov dhe Akansase në vend që të godiste me këmbë ka bërë atë që s'duhet të bënte dhe ka tentuar ta godas topin me kokë, ka humbur kështu një rast mjaft të pastër teksa ishte vetëm 4-5 metra nga vija fatale e portës mbrojtur nga portieri Majlon i skuadrës Erzenit Shiakut. Ndërkohë që skuadra e Erzenit Shiakut është në vendin e 4 dhe luan për të siguruar play-offin dhe pastaj pse jo për të pretenduar dhe ajo pasi me formulën e kampionatit skuadra e parë del direkt në kategorinë e parë, skuadra e parë se cilit grup, qoftë në grupin A dhe qoftë në grupin B dhe pastaj vendi 2 deri në vendin e 5 kalojnë një play-off dhe bëjnë ndeshje midis tyre, vendi i dytë me të 5-in dhe i treti me të 4-ën. Pastaj finalistët e këtyre qifteve për të pritur njërën nga ekipet e kategorisë së parë. Por, deri atëhere ka kohë ende, jemi në minutën e 6 të ndeshjes, rezultati vazhdon të jetë 0-0. Ka patur 2 momente skuadra vendase e Beslidhjes në minutën e parë dhe në minutën e 5 me të njëjtin autor Akansase. Akansase është golshënuesi, njëri prej 2 golshënuesve më të mirë të skuadrës Beslidhjes. Akansase ka 10 gola, ndërsa Raboshta ka 11 gola, ndërkohë që Raboshta sot është në stol për shkak të një dëmtimi të marrë, por gjithsesi është i gatshëm falë ndërhyrjeve që kanë bërë stafet mjekësore. Dhe në momentet të caktuar nëse do të shihet e nevojshme, Plori do ta thras për të dhënë kontributën dhe eksperiencën e tij në fushë. Ritheksojmë faktin që Raboshta është një lojtar me mjaft grin, një lojtar që bën diferencën në fushë, por është zëvendësuar që në ndeshjen me Sopotin, sa duket ka pësuar një dëmtim atje dhe këtë ndeshje nuk është në formacionin e parë. Ramili, rivënje me duar, ka pasuar prapa për tek Mehmeti, një lojtar mjaft i mirë i ardhur nga merkatoja e dimrit, një lojtar i ardhur nga ligat profesioniste me mbi 200 sa ndeshje të zhvilluara në ligat profesioniste të kampionatit shqiptar dhe jo vetëm. Akansase ka kthyer prapa, është kapiteni i skuadrës Karakaçi. Ka pasuar për tek Mehmeti. Mehmeti prodhollohet me topin, pason për tek Ramili. Kruja ka harkuar, por ndërhyn mbrojtja e skuadrës mike, duke larguar të top Kruja, gjithë një Kruja, e ka vonuar, ka pasuar mjaft mirë për Mehmetin, ball Karakaçi, gjithë një Karakaçi, ka gjujtur, por një goditje pa përgjithësi e Karakaçit dhe topi shumë larg. Mbi traun e portës së mbrojtur nga portieri i skuadrës së Beslidhjes, portieri i skuadrës së Erzenit të Shiakut, i cili është tërhequr në distancë vrulli, e ka harkuar me tepër forcë. Ka kërcyer aty në mesfush njëri prej lojtarëve të skuadrës së Erzenit, ka pasuar nis një aksion i shpejt i skuadrës, i thyer, ka ndërhyr Alan Sander e nis kështu një aksion
i skuadrës së Beslievjes. Mehmeti, gjithë një Mehmeti ka pasuar për kryen brenda zonës, por ka ndërhyrë Barros, mbrojtësi i skuadrës së Erzenit dhe topi ka dalë jashtë vijave kufizuese të fushës për të rivënë me duar nga ana e Krujës, i cili ka pasuar për Arkansasën Kruja përsëri rivënia anësore në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës rivënie me duar. Mehmeti ka gjujtur, por topi ka përfunduar jashtë në të djathtë të shtyllës pingule të portës mbrojtur nga portieri i skuadrës mike Majlon. Ndeshjen është duke ndjekur edhe presidenti i skuadrës së Beslievjes, zoti Pirin Fushaj, i cili ka meritën se vërtet ka bërë një revolucion, të thoja, tek skuadra e Beslievjes, revolucion tërësor në të gjithë komponentët e tij. Dhe ka investuar për të krijuar këtë skuadër me emra elitar, por që pret më shumë prej tyre. Kam parasysh këtu sot skuadra lezhane duhet me patjetër të marrë 3 pikët dhe të vazhdoj të ruaj diferencën me ndjekësit më të afërt të saj që janë Sopoti i Librazhdit dhe Shiroka, ndërkohë që jemi në minutën e 10, vazhdon rezultati i bardhë 0-0. Kemi patur 2-3 raste të skuadrës vendase Beslievja. Tani kemi një ndërhyrje të gjyqtarit kryesor, e duke shfrytzuar këtë moment ndërprer e loje, prezantojmë edhe trupën gjyqësore të kësaj ndeshje, të cilën po e drejton Ardit Merdanaj, gjyqtar kryesor nga Vlora, Denis Hajrullah po nga Vlora, Renald Seferaj edhe ky nga Vlora. Gjyqtari 4 është Bekris Dragusha nga Shkodra, delegat Dritan Kadriu dhe vëzhgues Blerim Ziri nga Fushkruja. Është një trup gjyqësor e mikse, 3 gjyqtarët, gjyqtari kryesor dhe 2 ndihmësat e tij janë nga Vlora, dhe ndërsa Bekis Dragusha nga Shkodra, Dritan Kadriu nga Tirana dhe vëzhguesi Blerim Ziri nga Fushkruja. Ka filluar të bjerë një aksion i shpejt nga krahu i majt i sulmit të skuadrës së Beslievjes dhe topi ka dalë jashtë vijave kufizuese të fushës për të rivënë në lojë me rivënie me Karakaçi. Kishte një pasim, një rivënie me duar nga Alensandr. Topi është kthyer prapa për tek Ramili. Të rriqet skuadra e Beslievjes, futet në lojë dhe portieri Myrta, i cili ka topin në zotrim. Prej 2-3 minutash ka filluar të bjerë një shi i lehtë, shi imët, që në një farsoj mënyre deri në këto momente nuk është se ka ndikuar në tapetin e fushës së blerë të stadiumit, por nëse shira do të shtojnë intensitetin e tyre, pastaj aksioni shpejt i skuadrës Beslievjes, por ka ndërhyrë mbrojtësi i qendrës Përgjoni, Gjergj Përgjoni, i cili ka luajtur, ka qenë fazën e parë me skuadrën e Beslievjes. Ramili ka alçuar një top të gjatë për Markun, mbrojtësin e majt të skuadrës së Beslievjes. Harkim brenda zonës i Alensandr, por pa adresa, duke nuk ka qenë as gjujtje, as harkim, as ku diun se çfarë mund t'i thotaj.
ose çfarë pati në mendjen e tij teksa prishtin topin e tij 2-3 lojtarë të tjerë në krahun e djathtë dhe Arkansasën në qendër të sulmit. Është minuta e 13, vazhdon rezultati i barabartë 0-0. Vukaj, Klodian Vukaj, mbrojtësi Majt, i cili mban numrin 17, numrin që ka mbajtur edhe tek Beslidhja, ndërsa Kaçeli mban numrin 27, është në mesfush në rolin e organizatorit. Duhet thënë se të 3 lojtarët që luajnë në fush për Erzenin kanë qenë lojtarë të skuadrës së Beslidhjes, por në merkaton e dimrit kanë kaluar tek Erzeni. Nis një aksion i shpejt i skuadrës së Erzenit, ka qenë shumë i gjatë dhe pavarësisht vrapimit të Vukajt, topi ka qenë më shumë se sa, ka patur më shumë sa duhet forcë dhe ka dalë jashtë vijave kufizuese. Ramili me duar e ka pasuar për tek Kruja, përsëri Ramili, dy luftim aty me numrin 6 Barros. Goditje dënimi për skuadrën e Erzenit Shiakut në afërsi të vijës së mesit fushës. Vukaj ka gjujtur me të majtën, por kapiteni skuadrës Erzenit ka gjujtur Duraku me numër 16, por pa problem për portierin Myrta. Regjistrohet zbritja e parë e skuadrës Erzenit të Shiakut, por edhe kjo pa ndonjë problem për portën dhe portierin e skuadrës Beslidhjes. Ka një hyrje të gabuar në një dy luftim midis kapitenit Duraku dhe njërit prej lojtarëve të skuadrës, sa duket ka qenë Marku. Goditja dini është ekzekutuar me shpejtësi. Ramili ka dërguar nga djatha në të majtë një top të gjatë për Markun. Ky e ka kthyer tek kapiteni Karakaçi, i kërkon shokëve të tij të ecin përpara. Ramili, gjithë një Ramili kërkon, ka gabuar në pasim, e ka marrë Duraku, por përpara se sa të vazhdonte, kemi një ndërprerje të lojës, pasi njëri prej lojtarëve të skuadrës Beslidhjes, e pikërisht kapiteni Karakaçi, ndaj tij është ndërhyrë në mënyrë të gabuar nga njëri prej lojtarëve të skuadrës Erzenit, e pikërisht ka qenë Kevin Jata. Ramili, përsëri Ramili ka harkuar me tepër forcë, por kemi një pozicion jashtëloje. Gjyqtari kryesor i ndodhur fare pranë aksionit ka vështryer dhe kemi një pozicion jashtëloje të cilën e ekzekuton portieri Majlon i skuadrës Erzenit, i cili kërkon kolegët e tij në vijën e sulmit. Ka ndërhyr aty me tepër forcë Ramili, pastaj Mehmeti ka pasuar mjaft bukur në qendër për numrin 33 Gurbanov, i cili e ka pasuar në të majtë, por është kapiteni Duraku. Janë dy luftime midis dy kapitenëve, ka fituar kapiteni Lezhjanëve. Karakaçi e nis kështu një aksion i
është i dëdruar Ramili të ndërhyjë dhe dëgjojmë fort për të neutralizuar një tendencë të numrit 6 Barros të skuadrës së Erzenit, i cili tentoi të marrë topin dhe të nisë. Kemi ndërprerje të lojës, është dëmtuar njëri prej lojtarëve të skuadrës së Erzenit. Ka qenë një ndërhyrje e gabuar e njërit prej por gjyqtari topin do ta dërgoj tek lojtarët e skuadrës së Beslidhes, e pikërisht tek Marku. Alensandr ka pasuar për Hilën, Akansase, Hila, Gurbanov, gjithë një Gurbanov, mjaft bukur, Hila, Karakaci, ka gjujtur, dhe jashtë, topi ka kaluar afro 2 metra mbi travers. Ishte një aksion i bukur nga krahu i majt, dhe Karakaci ball për ball tek harku i 16 metrave, ka gjujtur, por pa problem për portën, pasi topi ka dal afro 2 metra mbi travers. Jemi në minutën e 20 të kësaj pjese. Vazhdon rezultati i barabartë 0-0. Temja ka kthyer një top prapa për tek portieri Myrta, i cili ka dërguar me tepër forcë për në rrethin e mesit fushës, e nga aty topi ka shkuar në të majt. Akansase ka marrë një top nga Alensandr, por ka ndërhyr lojtarët e skuadrës Erzenit, është pikërisht për Gjoni, dhe kemi një top të nxjerrë jashtë vijave kufizuese të fushës. Riveni me duar një tentativë e Gurbanov, por pa mundur të krijoj probleme për portën e skuadrës së Erzenit Shjakut. Riveni me duar Ramili Kruja ka pasuar për Hilën. Gjithë një Hila e ka kthyer për tek Kruja. Mehmeti, Ramili, Marku, Alensandr, një lojtar mjaft teknik në radhë të skuadrës së Beslidhjes. Është thyer ky aksion me shumë pasime i skuadrës vendase, por e kanë rimarrë përsëri topin lojtarët e skuadrës së Beslidhjes, e nisin një aksion të shpejt, por kemi një pozicion jashtëloje, pra lojtarët e skuadrës së Erzenit kontrollojnë mjaft mirë mbrojtjen dhe majnë nën kontroll edhe lëvizjet e sulmuesve të skuadrës së Beslidhjes, dhe në jo pak raste i kanë neutralizuar me pozicione jashtë loje. Portieri Shiakas Majlon e ka goditur me tepër forcë. Duraku ka humbur pasimin. Karakaci, kapiteni i skuadrës, e ka kthyer prapa për tek Marku, i cili pason për tek Akansase, gjithë një Akansase. E ka topin në zotrim. Ka pasuar, por ka ndërhyr numri 13 Madrid, dhe topi pasi është përplasur të njëri nga lojtarët e skuadrës Beslidhjes, ka dalë në jashtë vijave kufizuese për të rivënë me duar nga numri 7 Mema, i cili është me topin për duar, e ka harkuar me tepër forcë, ka ndërhyrë aty Alensandr, aksion, por është Vugaj. Aty pranë topit ishte edhe Pergjoni, pra dy mbrojtësat Shiakas, që kanë luajtur për ngjyrat e skuadrës së Beslidhjes, por që në fazën e dytë luajnë për ngjyrat e skuadrës së Erzenit. Vugaj
gjithë një Vukaj, ka vonuar me topin Ramili, Temja, Ramili, shumë pasime, shumë volim loje, 2-3 rastet, po është aty Hila, gjithë një Hila, brenda zonës, por ndërhyn me shumë saksi, mbrojtësi për Gjoni, dhe ka larguar rrezikun. Përsëri skuadra vendase Karakaçi, i cili e ka dërguar me tepër forcë në krahun e djathtë, ka humbur një moment. Mehmeti kishte mundësi që të gjunte, por ka dalë huq. Mehmeti ka pasuar mjaft bukur për Alensandr në krahun e majtë të sulmit, i cili ka bërë një lëvizje mashtruese me topin dhe ka përfituar një goditje nga këndi. Jari venjansore, topi ka dalë shumë afër flamunit fundor. Kruja ka harkuar brenda Akansase dhe pritje e portierit me 2 minuta e 25, një aksion i bukur i skuadrës vendase dhe Akansase ka gjujtur me kokë, por portieri i skuadrës mike ka pritur në 2 dhe kalon kështu ky moment i vështirë në portën e skuadrës së Erzenit. E kërkon zhbllokimin e kësaj ndeshje, e kërkon golin skuadra Beslidjes, por akoma nuk ka mundur ta zhbllokojë rezultatin, i cili vazhdon të jetë në shifrat e bardha me rezultatin 0-0. Është tani një rivënje me duar nga krahu i djathtë i sulmit të skuadrës Erzenit. Përsëri rivënja anësore është kapiteni Duraku, që pret topin në hyrje të zonës e 16 metrëshit, por ka gabuar edhe me duar njëri prej lojtarëve të skuadrës e nis. Kështu një aksion i shpejt i skuadrës së Beslidjes. Hila është kthyer prapa, është vënë përsëri në zotërim të topit. Ka pasuar për tek Karakaçi, i cili e ka kthyer për tek Alensandr. Ky e ka kthyer tek Temja. Në krahun e djathtë është Ramili i zbuluar. Topi shkon majtas. Hila, Alensandr. Por kemi goditje të nimi, pasi ka një ndërhyrje të gabuar të Durakut në dëm të Alensandr. Temja, Ramili, Karakaçi. Gjithë një Karakaçi ka pasuar për tek Hila. Ky në krahun e majt për tek Marku, mbrojtësi me numër 13, i cili ka kërkuar të shmang njërin prej mbrojtësve, por ka qenë kapiteni Duraku në 2 luftim, por ndërhyrja e tij ka qenë e gabuar dhe ndërhyrja e tij ndaj Markut ka qenë e gabuar dhe goditja dënimi ka shkuar, do të thoja unë, mjeshtri këtyre goditjeve, ekzekutori vazhdueshëm i këtyre goditjeve, Kruja, dhe në jo pak raste nga pozicionet të tilla dhe nga krosimet e Krujës, skuadra lezjane ka mundur të shënoj disa herë. Të shohim se çfarë do të ndodh, ndërkohë që jemi në minutën, po shkojmë drejt minutës së 30. Pra, goditje nga krahu i majt i sulmit të skuadrës së Beslidjes, grumbull lojtarësh të dyja skuadrave, ka harkuar Kruja dhe topi ka kaluar paksa mbi traun e portës së mbrojtur nga ana e portierit mik Majlon. Ka qenë një goditje me kokë njërit prej lojtarëve të skuadrës së Beslidjes, e sa duket ka qenë Akansase. Ka gabuar të Kaçeli, gjithë një Kaçeli, ka parë të zbuluar Vukajn, e ka pasuar për tek ky fundi, gjithë një Vukaj. Ka tentuar të shmang
Ramilin, pa mundur të realizoj një gjë të tillë. Karakaçi, Mehmeti, me pasime në zonat të ngushta të lojtarëve të skuadrës së Beslidhjes. Karakaçi ka pasuar për tek Alensandr, i cili e ka topin zotrim. Në krahun e majt, kalon mesin e fushës, është kthyer pas. Kërkon një shokun e tij të zbuluar, e ka hila sa duket, nuk ka mundur ta zotroj topin dhe rivënia ansore me duar në favor të skuadrës mike të Erzenit është Pergjoni me numrin 2 që luan në qendër të mbrojtjes së skuadrës së Erzenit. Karakaçi, Ramili, Kruja, gjithë një Kruja. Kërkon një korridor zbuluar, e ka pasuar për tek Gurbanov, e kthen prapa tek Ramili, Temja, Marku. Pasime të shumta të lojtarëve të skuadrës së Beslidhjes për të krijuar korridore. Aksion gjyqtari ndodhur fare pranë, ne na u duk një goditje dënimi pasi njëri prej lojtarëve të skuadrës së Erzenit e pikërisht Mema ka ndërhyrë, por asgjë, vetëm rivënie ansore. Rivënie ansore për skuadrën e Erzenit, e cila nisi aksion. Kaçeli, gjithë një Kaçeli, ka pasuar mjaft bukur për Vukajn, i cili përsëri Kaçeli e ka marrë topin, ka shmangur një lojtar, ka pasuar brenda zonës, por ka ndërhyrë aty portieri. Ishte një aksion i bukur i skuadrës së Erzenit me protagonist Kaçelin, me sfushorin Kaçeli. Dhe kalon pa problem edhe ky rast i skuadrës mike. Është ndër të paktat raste të skuadrës mike që tenton të shkojnë në zonë. Aksion i bukur dhe 1-0. 1-0 për skuadrën e Beslidhjes. Është numri 19, Mehmeti, Gjulja Mehmeti, i ardhur nga Merkatoja e Dimrit, dhe ka shënuar, ka qenë një top i artë i lëshuar nga Gurbanov, dhe në minutën e 32 skuadra lezhjane ka shënuar gol me anë të Mehmetit. Pra që prej minutës e 32 rezultati ka ndryshuar dhe kryeson Beslidhja me rezultatin 1-0 me gol të shënuar nga Mehmeti. Pra minuta 32 e ndeshjes, Beslidhja 1 e Erzeni 0. Topi është vendosur në mesin e fushës nga skuadra e Erzenit. E kërkoi këtë gol skuadra e Beslidhjes. Krijoje përsi rastesh e përsi loje, ka gabuar njëri prej mbrojtësve të skuadrës Erzenit, por ka qenë i vëmendshëm portieri, i cili ka larguar topin. Është një dy luftim, goditje dënimi për në favor të skuadrës Erzenit. Është dëmtuar Pergjoni nga një dy luftim me hilën dhe rivënie ansore, më fali, goditje dënimi e ekzekutuar mjaft shpejt, nga ka gabuar përsëri. Nis një aksion tjetër i skuadrës Beslidhjes, ishte Gurbanov, pasoi për Krujën, i cili rivënia ansore, Ramili, gjithë një Ramili ka pasuar për tek Mehmeti, Alensandr në krahun e majt. Karakaçi
Një top shumë i bukur. Alensandr brenda zonës. Moment i vështirë dhe Beslidhja kishte mundësi të shënonte golin e dytë, por Hila ka gabuar teksa ka gjujtur dhe topi ka dalë mbi traun e Portës së mbrojtur nga portieri i skuadrës Majlon të skuadrës së Erzenit. Jemi në minutën e 35 të kësaj pjese dhe vazhdon të kryesoj Beslidhja me rezultatin 1-0 me atë gol të realizuar 3 minuta më parë nga Mehmeti pas një aksionit të bukur me protagonist Krujen, i cili pasoi për te Gurbanov e ky ka lëshuar një top brenda zonës dhe Mehmeti ka gjujtur dhe topi ka përfunduar në rrjet pa patur asnjë mundësi portieri që të bëj ose tragoj. Sulm tjetër i skuadrës së Beslidhjes, Kruja e ka në zotrim topin, e ka kthyer prapa për tek Ramili. Gjithë një Ramili pason për tek Kruja. Ramili ka brenda zonës. Moment i vështirë, e ka shpërdoruar një rast mjaft të mirë skuadra Lezhjane. Vazhdon përsëri aksioni i lezhjanëve. Është Ramili, ka gabuar në pasim. Nis Vukaj, por gabojnë shijakasit, e kanë humur aksionin pa e nisur akoma. Hila ka pasuar për tek Alensandr, i cili lëshon top. Moment i gjujtje e bukur dhe pritje paqe e bukur e portierit të skuadrës mike. Pra ka qenë Gurbanov për skuadrën e Beslidhjes pas një topi të marrë nga krahu i majt nga Aleksandr dhe portieri i skuadrës mike ka grushtuar mjaft bukur. Ka qenë një gjujtje fort, por një reagim mjaft i bukur i portierit dhe një moment tepër i bukur. Dhe kemi goditje, goditje nga këndi në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës së Beslidhjes. Kruja brenda zonës, por ndërhyn mbrojtja është për Gjoni, e ka larguar Vukaj. Vazhdon skuadra Beslidhjes të sulmoj pareshtur në kërkim të golit dytë. Është Hila, ka harkuar mjaft bukur për Krujen, i cili ka gjujtur. I gjujtje vërtet e bukur dhe mjeshtërore, por përpara se sa të gjuante, sa duket kemi qenë me një flamur të ngritur lart dhe pozicion jashtë loje, por e rëndësishme është që aksioni ishte mjaft i bukur dhe ideja Krujës ishte shumë e bukur, pra i gjujtje shumë e bukur dhe portieri ndërkohë ishte nga gatishmëri pavarësisht se ishte ngritur flamuri. Është portieri i skuadrës Ersenit. Majlon e ka dërguar në mesin e fushës. E marrin lezhjanët. Hila, por ndërhyen aty Mema, Ramili, Akansase, Kruja, kërkon top Hila, Kruja, pason për tek Karakacin, i cili e ka dërguar majtas për tek Alensandr. Karakaci e ka kthyer prapa tek Temja, pastaj Kruja, është Marku nga krahu i majt. Alensandr ka harkuar brenda zonës. Vukaj ka larguar me vështirësi topin. Ramili me qetësi dhe siguri vazhdojnë me të zhvillojnë lojë me shumë pasime, hera herës dhe me kthime prapa për të kërkuar hapësira dhe për të krijuar hapësira drejt portës. Skuadra e Beslidhjes është po dominon lojën pothuajse në të gjithë sektorët e fushës. E nga ana saj ekipi i Ersenit Shiakot deri në pësimin e golit u kujdes që të mbrohej, më shumë të mbrohej se sa të sulmonte portën e skuadrës Beslidhjes, por ka gabuar Karakaci
me një top të kthyer prapa dhe për pak sa nuk përfitoi njëri prej lojtarëve të skuadrës Erzenit e pikrisht Kevin Njata. Pra ishte një moment pasigurie të mbrojtjes së skuadrës së Beslidhjes, por ka kaluar pa problem. Kruja ka pasuar për tek Ramili, gjithë një Ramili. E ka tentuar të pasoj për Akansasen, Kruja, Gurbanov dhe goditje nga këndi, nga krahu i djathtë i sulmit të skuadrës së Beslidhjes. Të goditje do ta realizoj Kruja, e cili e ka vendosur topin ku bashkohen dy vijat fundore dhe anësore të fushës brenda zonës. Ka ndërhyrë me kokë, sa duket ka qenë Karakaci, kapiteni i skuadrës, por topi ka kaluar paksa mbi travers. Kemi goditje dënimi, një hyrje gabuar e Akansasës në dëm të përgjonit. Kaceli ka nisur një top të gjatë për Vukajn, gjithë një Vukajn në dy luftim me Ramilin. Ramili ka dalë fitues, e ka kthyer prapa me qetësi. Gurbanov nis një aksion tjetër, por kapiteni i Shiaksve e ka topin. Është Duraku, e ka kthyer prapa dhe ai. Hila ka gabuar në dy luftim. Ka fituar Kaceli këtë dy luftim me Hilën dhe nis një aksion i shpejt. Është kapiteni i skuadrës së Erzenit. E kthyer topin prapa, Kaceli. Ka pasuar djathtas, vazhdon një aksion, është kthyer përsëri topi tek mesfushori Kaceli. Por ka ndërhyr mbrojtja, qenë Temja, pastaj Marku me të majtën e ka kthyer topin tek portieri Myrta. Ramili, Gurbanov, Kruja, ndërhyrje gabuar e Benedikt në dëm të Krujës, goditje dënimi. Kruja, gjithë një Kruja ka pasimet të shpejta. Akansase i vetëm dhe ka ndërhyr portieri i skuadrës së Erzenit, duke evituar një rast mjaft të pastër. Akansase nuk ka mundur të shënoj i vetëm përballë portierit të skuadrës mike Majlan. Jemi në minutën e 43. Akansase i ka patur të gjitha mundësisë. Por portieri ka kuptuar lëvizjet e tij dhe teksa Akansase ka gjujtur, portieri ka ndërhyrë dhe ka larguar rrezikun nga porta e tij. Kalon në ky moment i pastër për skuadrën lezhjane për ta dyfishuar rezultatin, por ka ndërhyrë portieri me shumë intuit, duke shmangur një rast mëse të pastër. Ishte një aksion i bukur me protagonist të zakonshëm, do të thoja Kruja nga krahu i djathtë, pasoi në qendër Mehmeti dërgon një top të gjatë në të djathtë për Krujën. Gurbanov ka pasuar për tek Hilën, gjithë një Hila brenda zonës. Përsëri grushtim i bukur i portierit të skuadrës mike, aksion i bukur dhe përsëri Akansase me kokë nuk ka mundur të tunë rjetën. Pra brenda një minuti skuadra Beslidhjes kishte mundësi të shënonte.
Regjistrohet rast tjetër. Goditje dënimi në krahun e majt të sulmit të skuadrës së Erzenit dhe jemi drejt përfundimit të pjesës parë, teksa ka më pak se 1 minutë shtesë. Më falni, ka më pak se 1 minutë kohë të rregullt, ndërkohë që shtesë akoma nuk shohim. Goditje nga krahu i majt është Kaçeli. Lezhjani Kaçeli që luan për ngjyrat e skuadrës së Erzenit. Goditje pa shumë forcë, pra nuk e kishte forcën e duhur topi për të shkuar aty ku ndryn Temja, Akansase, Alensandr, gjithnjë Gurbanov. Gurbanov ka bërë një shmangje mjaft të bukur, gjithnjë Gurbanov ka pasuar. E du të shënoj ky djalë. Dhe gol. Gol 2-0. 2-0. Gol i shënuar në minutën e 45 të pjesës së parë të ndeshjes. Pra Gurbanov, me të vërtet një gol i bukur. Kishte mundësi të ecte përpara, por pasoi tek shokët e tij, të cilët ja kthyen përsëri topin dhe ky ka shënuar. Pra në minutën e 45 skuadra lezhjane e dyfishon rezultatin. Pra 2-0. Ishin disa raste të një pasnjëshme për skuadrën e Beslidjes që u konkretizuan me golin e dytë të shënuar nga Gurbanov. Pra pritet nga momenti në moment përfundimi i pjesës së parë. Ka ndryrë aty Kruja, i spostuar. Është trequr tani dhe Kruja në mbrojtje. Dhe po thuaj se gjithë ekipi i Beslidjes është trequr dhe kemi vëshëllimën e gjyqtarit kryesor të këtij takimi, i cili ka përfunduar me rezultatin e pastër 2-0, rezultat i cili do të ishte edhe më i thellë nëse do të ishin shfrytzuar rastet e shumta që pati skuadra e Beslidjes, ndërsa skuadra mike e Erzenit Shiakut ka zbritur në mënyrë sporadike vetëm 2-3 herë, por pa problem. Ka përfunduar dhe ovazionet e tifozërisë së zjarrit lezhjane përshëndesin lojtarët e tyre për lojën e zhvilluar dhe golat e shënuar. Pas një pushimi të shkurtër, do të rilidhemi përsëri në transmetim të drejt për drejt për valët e Star Plusit dhe nga Facebooku i Zotit Agustin Cin Marini. Nga unë Martin Dedaj, miru dëgjofshim dhe miru pafshim në takimin e pjesës dytë të kësaj ndeshje.